rregull. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti më dramatik i këtij aeroporti është shkatrimi i lagunës Narç. Shkatrimi i lagunës Narç është krimi më i rëndë mjedisor në Shqipëri, në Ballkan dhe mund të krahasohet, edhe nuk mund të krahasohet as me krimet monstruoze që janë kryer në Bashkimin Sovjetik, duke zbrazur liçej dhe mbyllur liçeje të tjerë me radhë. Nuk prishet habitati shekullor i vendosur. Për bën krim të shëmtuar. Unë ju tregoj ju them ju, kur ndërtuam rrugën Levan Vlorë me hua të marrë nga Banka Europiane, u detyruam ta ndryshojmë projektin me një kosto shtesë jo të vogël, vetëm për t'u larguar zonës habitatit, për të mos dëmtuar habitatin. Dhe ky shkoi ndërtoi aeroportin aty. I ka dhënë një 100 hektar aty për rreth se do të ndërtoi vetë tani me klanet e tij mafioze e tjerë e tjerë. Pra, nuk merrem me çështje që kanë midis ortaksh. Unë merrem me atë që jam marrë 3 vite me radhë. 3 vite me radhë unë kam ngritur, se është e pa imagjinueshme që të paguajmë udhëtarët e munguar, që s'ka shtetër. Shkoni ju. Ku ka shtetër? Shkoni bëni një hetim. Filloni nga ujë ftohtë, gjerë në Ksamil, edhe pyesni pronar, sa të ujë kishin? Po pse munges aeroporti? Jo, po është Tirana. Ja kur Korfuzi, pra ajo është një zonë aksesueshme. Por dhe njëherë, ajo nuk përmbush kushtet për turizmin e huaj. Në qoftë se Veriu ka patur 80% turistë huaj, Jugu nuk ka patur as 10-15% turistë huaj. Veriu i ka patur se ka atë trekking. Ata që vinë me udhëtue. Dohon që vinë me çanta në krah, që zgjejnë hotele, flenë çadrat e tyre që i marrin krah, por ka patur. Dhe vërteta është që Thethi, Valbona, që janë 2 ngulimet, 2 qytezat kryesore, kanë patur të huaj në tërësinë e tyre. Dhe pjesë të tjera, kurse Jugu shumë më pak. Tirana ka. Jugu ka mungesa shumë të mëdha infrastrukturore, dhe kjo është arsyeja, ka bukuri mahnitëse. Po mënyrën se e kanë trajtuar këta Jugun, barbare. Imagjinoni ju, do vija ju me 300, me 500 euro shtratin, apo 200 euro, ku s'ka ujë për t'u la. Ku nuk shkon dot nga Dërmiu në Himar për të vizituar Kështjellën, se s'ka transport. I izoluar sikur të ishte një fshat i vetëm, për shkak të mungesës transportit. E kanë pra kanë zhvilluar vetëm si ta vjedhin. Tuneli Llogaras, që shkurtoj ka, 220 milion për të shkurtuar gjithsej 13 minuta, 12 minuta. Nuk ka njëri në botë që
që bën një shpenzim të tillë përveç Hajdu dhe Rama Lubi. Nuk ndërton kush atë. Dhe u pret një pamje prallore që t'jep qafe e llogaras. Po, donte ato 200 milion, mërti, kryo, ujrat, e bardha, ujrat e zeza, jep përgjigje përfundimtare gjithë bregun. Po kjo është të merë. është të merë. Shkoni në Himar, shkoni kudo, i derdhin gjitha ndet. Saranda. Pra, janë të gjitha aferat korruptive. Kjo është një lloj si djegësi Tiranës. Po del edhe një djegës tani, por nuk do harrohet as djegësi as ky. I mbyll Altin Troplini, por nuk i mbyll kurrë drejtësia ato.